Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço jep alarmin mbi një armë të re që po përdoret në vendin tonë. Ai flet mbi operacionin e pak ditëve më parë ku u kap një arsenal i madh armësh. Sipas tij, mes tyre është një armë e cila është e aftë të shpojë edhe antiplumbin. Karamuço thotë se ajo cilësohet si thesari dhe kushton mbi 10.000 euro. Ai deklaron se në vendin tonë janë mbi 10 armë të tilla. Na ka hyrë një armë e re nga Kosova që është më e frikshme se këto. Përdoret dhe mbahet shumë nga eksponentë të krimit, pasi depërton edhe në jelekët antiplumb. Shitet 5 deri 10.000 euro. Policia është në dieni të kësaj arme, por është e rrallë. Këta i thon thesari. Ka pasur 2-3 ngjarje në blok ku është përdorur dhe ka pasur deponime se përdorin dhe persona të tjerë. Nuk ka deponime se ku janë të shpërndara, janë mbi 10 të tilla. Është e frikshme se ajo depërton dhe një antiplumb të nivelit 3. Por mbrohesh vetëm te antiplumbi me qeramik, niveli 4, por e kanë vetëm forcat Renea, thot Karamuço. Eksperti i kriminalistikës ka folur edhe për trafikun e armëve mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe jep detaje lidhur me modelet më të përdorura të armëve në vendin tonë. Ai thotë se një armë me ty të bllokuar por që bën zhurmë si e vërtet, po kërkohet shumë në vendin tonë. Ai komenton edhe një armë tjetër, stilolaps, nga e cila sipas tij u plagos 15 vjeçari 2 ditë më parë në Tiranë. Kemi një treg aktiv me Kosovën, por është bërë më atraktiv pasi kemi një fenomen. Po shiten armë nga 500 euro. Ato e kanë tytën e bllokuar dhe bëjnë zhurmë në një pistoletë të zakonshme. Me një nga këto armët në formën e stilolapsit është qelluar 15 vjeçari në Tiranë. Ai plagoset e mohon fillimisht dhe më pas zbërthehet ngjarja. Me këto operacione policia tregon se është në krye të detyrës. Vijon më tej komentin e tij Karamuço.